Dy marrëveshjet e tjera, e para për sa i përket marrëveshjes financimit mes Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit Evropian për programi operacional shumëvjeçar të BE-s për punësimin e të rinjve në favor të Republikës së Shqipërisë në kuadër për 2024-2027 në kuadër instrumentit të asistencës IPA 3. Është një iniciativë ligjore e cila vjen, siç u thash, në një moment të rëndësishëm, madje historik, të raporteve mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, ndërsa pothuajse hapim në qershor të gjithë kapitujt dhe fillojmë një moment, le të themi, në vjeshtjen e këtij viti dhe mbylljen e disa prej kapitujve, për të synuar mbylljen e gjithë kapitujve brenda vitit 2027. Ky program për punësimin e të rinjve do të ofrojë mbështetje për një përfshirje të plotë dhe të përgjegjshme të rinjve në tregun e punës, duke krijuar mundësi për një fuqi punëtore të aftë të gatshme për të përshtatur me ndryshimet e tregut punës në kushtet edhe të ecjes përpara me procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Programi ofron mbështetje të përqendruar në këto fusha: arritjen e punësimit të rinjve, përmirësimin e cilësisë, fleksibilitetit, diversitetit, që ofron arsimin dhe trajtimin profesional për të rritur perspektivat e karrierës të rinjve nën 30 vjeç. Dhe një objektiv shtesë i programit është të ndihmojë edhe autoritetet menaxhues, organet e ndërmjetme dhe strukturat e autoritetet tjera duke përfshirë partnerët e programit. Programi ka një vlerë totale prej 63,48 milion euro, për të cilëve 50 milion euro janë financimi drejt për drejt nga Bashkimi Evropian dhe 13,48 milion euro ose 21% e mbështetjes janë kontributi i qeverisë shqiptare përmes buxhetit të shtetit.